La, jam I lumtur pafund. Më pëlqen maji shumë, sepse ka shumë lule dhe gjelbërim nga do. Por edhe më shumë, më pëlqen shtëpia jonë e bukur. Ajo, njëherë bëhet e madhe dhe njëherë bëhet e vogël. Përshëndetje të gjithëve ju fëmijë të dashur. Pa më thuaj pak o Pimbi Trimi, si që nga shtëpia jonë, herë e madhe, herë e vogël. Po, edhe ti sa trashë që besh. Njëherë na vinë fëmijë kopshti, njëherë na vinë fëmijë shkolle. Ja, sot kemi fëmijë nga kopshti. Shiko sa të bukur që janë. Aha, unë do thoja ndryshe për shembull, që njëherë ne jemi nxënës shkolle, njëherë kthehemi fare në kopësht. Eja të njihemi me ta. Unë jam Stefania e Feja 5 vjeç. Unë jam Gjora Gjonomath, jam në grup të 9 dhe jam 5 vjeç. Unë jam Arteo dhe jam 5 vjeç. Unë jam Johil Deli dhe jam 5 vjeç. Unë jam Stacy dhe jam 5 vjeç. Unë jam Darla dhe jam 5 vjeç. Unë jam Ainsley dhe jam 5 vjeç, jam në kopshin 9. Unë jam Anika dhe shkoj në kopës. Unë jam Milia, jam 5 vjeç dhe shkoj në grupin 9. Unë jam Adori dhe jam 6 vjeç dhe shkoj në grupi kopshin 9. Unë jam Antea, jam 5 vjeç edhe shkoj në grupin 9. Unë jam Ailini edhe jam 6 vjeç, shkoj në kopshin 9. Unë jam Ema dhe jam 5 vjeç dhe shkoj në kopshin 9. Unë jam Isla dhe shkoj në kopshin 9. Ju përshëndes të gjithëve në këtë të shtunë të bukur maji. Sot këta fëmijë të vegjël që ne kemi në studio do të na falsin për lojrat e tyre të preferuara, por për më tepër do të na flasin dhe a I ndajnë ata apo jo me shokët e tyre. Atëherë do të nisim me Stefania, në cila ka mikrofonin dorë. Stefania, kthehemi përpara dhe më thuaj pak të lutem, cila është kuklla jote preferuar, si e ka emrin? Shohim drejt nga kamera. Pepja. Shohim drejt aty te kamera, kthehemi Besoj se është ajo bukur. që ke në dorë. Atëherë shiko, ne do të vërtitemi pak sepse janë të vegjël derisa të ambientojmë, të orientojmë pak Stefania. Se ta shikoj dhe pak E unë atë mbajmë kukullën. mikrofonin Po, këtu. ta shikoj pak. Atëherë, do të Albani, shiko, kemi një kloun cirkull. Si na quhet kjo kukulla? Pepi. Pepi. Stefania, kthehemi drejt të dukemi bukur. Kush ta ka Quhet bërë Pepi. dhurat ty? Kush ta ka sjellë këtë kukull, Stefania? To e qasi ku e ka papi tim punën. Në rregull, Stefania, cila është shoqja jote preferuar te kopshti? Mia. Mia, kush është Mia? Mia nuk ka e. Nuk ka ardhur Nuk ka Mia ardhur sot, në S'ka rregull. problem, dhe është Ka Pimbi në vend të përshëndesi, Mia. Mias. Dakor, ke xhan Pimbi dhe Pumbi, Stefania? Ka Pumbin. Pimbi. Ka Pimbi dhe Pumbin, të dy, mos u ankoni. Pupin ka me sa. Në rregull, Pupin ka lodrën e saj të preferuar, jo ju të dyve. Dakor, ja japi mikrofonin Dioras. Diora, do shohim drejt te kamera. Më trego pak të lutem. Lodra jote preferuar që luan më shumë tek shtëpia dhe ti e ke shumë xhan, cila është? Është lodra ime preferuar janë kubat. I ndanti ose luan me shokët dhe shoqet në kopshte? Pa. Po më thuaj pak, në shtëpi me kë luan ti me kuba, se te kopshti e morën vesh që luan me shokët e me shoqet. Po Se tek luan me shtëpia, motrën. Në shtëpia luaj me motrën me kuba. Po. sa Ta bëj mirë. një pyetje? Forca Pumbi. Do ma tregosh dhe mua këtë lojën me kuba, se unë nuk e di, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Po më Pimbi. Do blesh në një dyqan? Pasi Prit, dale, ma trego pak Diora edhe një herë, ku duhet të shkoj Pumbi me Pimbin? Kthehemi drejt. Në dyqan. edhe çfarë duhet bëj aty? Të blejnë kuba e të rëjnë të dy. Ashtë të luajme e me kuptuat? kubat e tu, pse duhet ta gjojmë lekën e. Oh. E po gjoni lek. E po ne duam të luajmë me ty. Na pranon ti? Ama Diora do t'i pranosh. Do luash dhe ti me Të Pimbin? me luajmë Diora, dhe së bashku. Ti e shoqe e mirë, pranoj dhe ata. E gjunoj. I pranoj, Diora, i pranoj. Ja japi mikrofonin Eslit, jepja mikrofonin Kukullës. Çojmë në këmbë që të dukemi bukur, të tregojmë dhe fustanet, mo erdhi pranvera, vajzat Po. janë si lulet i gjitha, njëra me fustan më të bukur se tjetra. Qa të thuash ti se harrove, ja do të pyes unë, nuk do harrosh të ta thuash. Kthehemi drejt te kamera. Esli, më trego pak për kukullën apo lodrën tënde të preferuar, cila është dhe kush ta ka bler? Unë pëlqej arusat dhe nuk e di kush më ka bler. Nuk e di kush ti ka Po bler, emri rëndësi ka si që ja ke ke në vënë? shtëpi. Emri si ja ke vënë Arusi? Pumbi. Prit.
Si kam vënë me emër, Arusha ju thras. Arusha, po me kë luan më shumë Arusi ti? Pimbi. Me kë luan më shumë në kopshti? Po me Kthehemi nga cilën kamera, shoqe? dëgjoj jonën. Kthehemi nga kamera drejt që të dukemi bukur, Me- të na dëgjon mua dhe Tean dhe Pimbin, por duhet të shohim gjithmonë drejt. Dakor, Kalamaja? Do shohim vetëm drejt. Ashtu. Me kë luan? Me Darlën dhe me Diorën. Me Darlën Darlën dhe dhe Diorën. Diorën, Dy shumë shoqe që i mirë. ka afër. Dakor, do më thuash pak. A të pëlqen që ti ndash lodrat dhe me shoqet dhe shokët, apo ke qef ti mbash për vete se mos të prishen? Jo, unë kam qef t'ja uap shokve dhe shoqve, po unë ja ule për dit t'ja uap, po nuk ja ule t'i prishin. Po dhe shokët shumë nuk i prishin. Po mirë, në qoftë se një lodër ja jep Pimbi dhe Pumbi dhe ata nuk ta sjellin, do mërzitesh e ti? Ose do të ta prishnin për shembull. Jo, nuk mërziten se ma blen të tjerët. Shumë mirë. Unë nuk do ta prish, do ta sjell përsëri. Do ta Faleminderit, sjell përsëri. Do të ta sjell Ja, një përsëri. sekond kemi pyetje. Do ta bëj një pyetje. Po Pumbi, forca. Një sekond. Po edhe Pumbi ka ardhur nga mali vetëm për këtë emision, dal ta dëgjojmë mirë. Forca më Hajde. Pumbi, bëj një pyetje. Po, me qenë se ty të pëlqenin shumë Arushat, edhe unë edhe Pimbi jemi Arusha, po s'na the cili të pëlqen më shumë nga ne të dy. Po diet ajo Pimbi do thotë. E po kush pëlqen ja të hesh Pumbi? pyetja për vajzën? Pimbi Kush apo të pëlqen? Pumbi? Pimbi apo Pumbi? Kush të pëlqen më shumë? Pimbi. Pimbi, Më faleminderit. duket se ja mori dhe sot. Ja mori dhe sot radhën. Ja japim Darlës mikrofonin. Darla, çojmë në këmbë të dukemi bukur. Forca. Shojmë drejt, na jep përgjigje drejt, ndërkohë më dëgjon mua dhe Tean. Stefania, kthehemi drejt të dukemi bukur tek kamera. Diora, kthehemi drejt të dukemi bukur zemër. Më trego pak edhe ti për lodrën tënde të preferuar, cila është? Arushi. Ka një Arushi emër Pimbi. Arushi. Jo Arushi Pumbi. Prit, Si e ka emrin Dali Arushi? sekond, Pimbi ta dëgjojmë. Darla si e ka emrin? Pumbi. Pumbi! Ai dëgjon. Po me kë luan ti me Arushin? Gënjeu. Jo, nuk gënjen fare. Dhe i luan, nuk luaj me Fëmijët nuk vllajin? gënjen, nuk janë si ty gënjeshtar. Vllai shritur. Ua, vllaje kemi të madh dhe nuk luaj me Nuk vllajin. luan me vllajin. E po Ka do mirë. luajmë Të bashkë. drejt ka. Dakor. Jo, do luaj me mua. Po në kopshti ti ndan Darla lodrat me shoqet? Po. Me kë ulesh te tavolina kur hani drek? Cila është shoqja jote? Diora edhe Isli. Diora dhe dhe Esli. Esli. Shumë mirë. Ja japi mikrofonin një bishtalece që i ka bërë 2 telefon ka të bukura. Ja Dhe japi këte mikrofonin shoqja. mbrapa Cika. I ka rumbullaçka. rumbullaçka, jo telefonka. Jo telefonka, por rumbullaçka. Ua, Ti ke shumë make-up, bukur i shumë ke. të bukura, ju jeni njëra më e bukura se tjetër. Edhe sy ti ke me make-up, shumë të bukura i ke. Tani do ta dëgjojmë shoqen. Edhe buzët me Edhe make-up. faqet të gjitha me Ç'është ajo vaç që s've pak make-up? Unë i kam Je me fantastike. mbyll. Në rregull, tani do ta dëgjojmë pak shoqen. Ma thuaj edhe një herë emrin të lutem me këtë fustan, shiko si kemi të dyja njësoj me xica. Sa të Ua, të dyja pink. Ua, Sa të shiko, bukur. shiko. Shojmë. Unë e kam po pink të erë, ke të drejtë. Më trego pak. Po edhe flokët i ka si ka, shumë si të lila, si veçantë ka. me dy bishtalenca kështu pi. Atëherë, pas komenteve të vajzës, ta dëgjojmë pak Po. për lodrën e saj të preferuar. Mua më pëlqen Elsa. Elsa. E keti si lodër Elsën dhe kush ta ka bler atë? Mami. Mami, po në kopshti me kë luajmë ne? Me kë shoqe? Ailinin. Me Ailini. Me Ailinin. Kush është Ailini? Jeti Ailini. bullafiqe me faqkat e kuqe si mollka të bukura. Më trego pak të lutem. Ziheni me shokët e kopshti? Jo. E mërzisni mësuese Klementinën dhe mësuese Lidën? Jo. I doni ato ju? Po. Po këtë vi do shkosh në klasë të parë? Po. Do të vi keq që do ndahesh nga shokët dhe nga mësueset? Po. Po mund t'i ketë në klasë, Po, për shembull. ka shumë fëmijë që bien përsëri Shkojnë në të bashkë. njëjtën klasë të parë. Urdhëro. Ke mësua, po do ta themi me zemër do ta themi. Ja japi mikrofonin shokut, i cili na ka sjell një lodër. Çfarë është ajo? E tregojmë pak te kamera. Çojmë quhet lodra? çojmë në këmbë dhe tregojmë. Sus të besoj. O, sa kem, do edhe unë të luaj me Me atë. kë luan ti Jo, në atë luaj, sustën? Me Teo dhe me Adorin. Me Teon dhe me Adorin. Po më trego pak, në shtëpi ke edhe shumë lodra të tjera? Po. Cila është ajo që luan më shumë në shtëpi? Ose ajo Një që ta makinë me pëlqen? telekomand. Ua, çfarë marke ke makinën më? Të zezë. Dakor, ngjyra, po çfarë marke ke? Volkswagen. Benza, Volkswagen? Më nxe ajo makina mua të më bësh një xhiro të më kolovitësh. Jo. E zura unë radhën. Një sekond ta dëgjojmë pak. Çfarë makine e kemi?
Të zezë. Të zezë në rregull. Është i vogël, do t'i mësoj të gjitha markat e makinës. Më thuaj pak te kopshti, i keni mësuar shkronjat, se ju jeni grup parashkollor tani? Po. Të gjithë. Po, sa bukur, shumë mirë Ajnika. Të lumt Ajnika. Në rregull, Joeli ja japi mikrofonin Arteos. Arteo. O jo një da atëre, këta do t'dine dhe shumë më vjerë sa me që kanë mësuar Po, do na i thonë të gjitha. Një sekond. Mish. Tani kthehemi ta Bravo dëgjojmë. të lumë, Diora, ja the fjalën. Qetësi. Forca Ajnika, Arteo. ulemi të dëgjojmë Arteo. Cila është lodra jote preferuar që ti luan më shumë në kopshti? Arteo, shojmë drejt e kamera zemër dhe thoj lodra jote preferuar që luan në kopshi dhe në shtëpi. Cila është lodra? Në shtëpi ka të gjitha lodrat time të preferuar. Të gjitha Të janë gjitha, preferuar. po. Po, me Po kë te luan pak kopshti? më shumë? Te kopshti cila është lodra jote preferuar? Makina, ose robot, ose Apo kafshë. kubat, apo të pëlqen të pikta? Kubat. Kubat. Me kë luan ti? Me Joelin, me Adoris, edhe me Radioni. Edhe që nëse do vloj edhe me pimbin. Ja japi, Edhe me pumbin. ja japi mikrofonin shoqes. Na thuaj pak për lodrën tënde të preferuar. Lodra ime Një mësuar sekond. E dëgjoj pak shoqen? Pri pak, Stefania Kukulla. E Edhe dëgjojmë një pak, bukuroshe? e dëgjojmë pak shoqen. Juve ju Lodra ime dëgjojmë. mësuar është kukra. Si ja ka ka emrin? emrin? Amelia. Amelia, ua, çfarë emri të bukur. Si që ka motra, po Po mirë, adore. me kë luan ti në kopshti? Me Antean. Me Antea, Antea. Pse vetëm me Antea shoqe luan? Këtu. Në rregull, më trego pak. Dakor, Po, më shumë të trego drejtë pak. ke. Cila isla? Edhe me ju, me të gjitha luan Po të shoqja. gjithë luan me njëri tjetrin. Mua më vjen mirë. Ja, dhe unë luaj me pimbin. Mua më vjen mirë që i le fëmijët kështu të flasin, sepse tregojnë sekretet e njëri tjetrit. Dhe jo vetëm ato që dëgjoni ju këtu, por sidomos kur mbyllen kamerat dhe Po. fillojnë, pse nuk përshëndet e këta, pse nuk bere këta, pse nuk kthe këta. Po Duhet mua të pse bëhet- nuk më the, Duhet bërë një po. emision, apo jo pimbi pumbi, duhet bërë një emision për të treguar prapa skenat e të gjithë xhirimeve të emisionit. O, sa bukur që Ajnika, ulemi, Ja japi mikrofonin rregull. shoqes. ja japi mikrofonin Emës. Ema, çojmë në këmbë të dukemi se kemi një fustan shumë të bukur dhe Ua, ka sa sa të plot bukur. shkëlqim. Shojmë drejt te kamera. Na trego pak. Çfarë bën ti te kopshti gjithë ditën? Luaj me Emilin. Po vetëm Emili, luan? kush është Emili? Jo, Çfarë bën ti të Është Emili mësojmë, këtu. shkruajmë, na i thuaj pak çfarë bën ti në kopshti? gjyros. Ngjyros, sa bukur. Cila është piktura që të pëlqen më shumë ta Themi pak. ngjyrosesh? Themi. Një kukull. Po si ja ve emrin ti kukullës tënde? Si ja ke vënë? Stici. Stici, kemi arushin Stiç apo jo? Po. Shumë bukur. Po me kë luan se nuk ma the? Me Emilin. Me Emilin. Emilin është vajza këtu, Emili. Dakor, më tregoj një gjë tjetër. Te shtëpia ke shumë lodra? Po. Kush ti ka bler ato ty? Mami dhe babi. Po ti ndan lodrat me shokët e tjerë? I ndaj. Me të gjithë shokët i ndanë. Po mirë, në emisionin ton do t'i sjellësh ndonjë lodër pimbit dhe pumbit? Vetëm O, pumbin. sa luajnë dhe ata. Shojmë drejt, bëj një premtim, unë ju premtoj që do t'i sjell pimbit dhe pumbit. Toj pak Çfarë do pimbit ju dhe pumbit. sjellësh ti? Pimit dhe pumbit. Ju premtoj do t'ju sjell një lodër. Thoj pak, bëj një premtim ti. Ju premtoj? Ju premtoj që jap dhe një lodër. Në rregull. Jepi pumbit një lodër, unë dua një vazo me mjalt. mjalt. Mjalt, E dim në rregull, do ta dëshirën e sjellim. pimbit. Atëherë ja japi mikrofonin vajzës me kordele të kuqe. E cila do Ailin. ngrihet në këmbë dhe ka një emër të bukur, Unë jam Ailin. Ailini, edhe më shumë lodër që kam qef është Rapunzeli. Rapunzeli, se i ka si flokët e Ailin, tua. po ti do apo t'i jo? rritesh flokët i bësh sa të Rapunzelit? Pa. Po ashtu i Shko ka sa të të gjata i ka. kemi Po, do ta kemi flokët, më të pumbi. lehtë. Pimbi do ta kemi më të lehtë që të zbresim nga malë malit. Pa. Rapunzel, më Rapunzel. Rapunzel. Shoj, flokët e Bukur është tuja. Ailin. Që të zbres Me nga kë luan pema. ti në kopshti? E dëgjon Ta mjalt shoqen? të shumë. Me Stacy. Me çfarë lojra për shembull luan? Me Apadolapa. Po çfarë bën diçka Do tjetër të në luajmë kopshti? apadolapa. Do luajmë pas emisionit. Me çfarë bën tjetër? Gjyros ose shkruan. Gjyros.
Sa mirë. Po dëgjoj, tani i keni plotësuar ato libra dhe ato fletore që keni ju te kopshti me të gjitha shkronjat dhe numrat? Sa shkronja ka alfabeti gjuhës shqipe? 30? 34 ju del juve? Mua pse më del 36 alfabeti? Edhe mua 36 më del. Alfabeti gjuhës shqipe, po alfabeti gjuhës shqipe është me 36 shkronja, ndoshta keni edhe 2 shkronja të tjera për të marrë dhe keni marrë deri në 34, deri tek ndoshta 34 shkronja do duhen edhe 2, dakord? I kam bajtur ajo vajza që nuk ka erdhur. Antea na ka sjell me vete një Barbie, Barbie, e cila është veshur me rroba banje. Po na kujton plazhin pak më shpejt Antea. Antea, kjo është kuklla jote e preferuar? Po. Si e ka emrin kuklla, po vetëm Barbie? Teja është kurioze ta di. Teja është kurioze ta di. Vetëm Barbie e quan, Barbie e quan apo i ke ndonjë emër tjetër? Vetëm Barbie. Mbaj pak Po, me mikrofonin çfarë drejt. lloje luan tjetër ti përveç me kukullat Barbie? Edhe me kuba, Edhe me kubat tjetër? Me edhe me këlluat e arush. shtëpia ti? Me motrën. Me Po motrën. te kopshti? Po te kopshti? Me islën. Me islën. Sa Po bukur. pse me të tjerët nuk luam, vetëm me Eslën luam. Po islën e kemi pak shoqe më të ngushtë, apo E jo? kemi shoqe më të ngushtë. Pra Po të dhe unë dua shok tjetër Po, ngushtë. të gjithë fëmijët kanë nga një shoqe të ngushtë. Siç është Pimbi Në dhe rregull. Pumbi. Dakor. Dëgjoni jonë. Ta dëgjojmë pak Antean, Esli, ta dëgjojmë pak Antean. Antea, tek kopshti, fletoret, librat, të gjitha, i keni rregulluar, i keni bërë shumë bukur. Jeni ju nga ata fëmijë që zgaravisni librat keq apo i Jo. pikturoni bukur? Si i bëni? Pikturojnë bukur. Mësuese? Pimbi është garavit. Në rregull, po, dakor. bëjmë Ulemi Diora. Jo, ato Dakor. vizatojnë, Mirë, është në garavina rregull, në vetëm rregull. Pimbi bën. Më trego pak. Prallat të pëlqejnë ty? Po. E, Kalamaja, ta dëgjojnë pak shoqen? Kthehemi drejt pëlqejnë ekranit. prallat të Të bukur, pëlqejnë Osha? prallat? Po. Cila është e preferuara jote? Sulkuqja. Kësulkuqja. Po nga personazhet që ke dëgjuar në të gjitha prallat, cilat të pëlqejnë më shumë? Nuk e di. Pimbi. Sulkuqja të pëlqen? Kësulkuqja? Po. Në rregull. Faleminderit Antea, urdhro kukullën. Adori. Të fala kësul kuqes. Adori me një makinë Adori, shumë të bukur. këtu kemi, çfarë është kjo, Ferrari apo Lambo? Është Lamborghini. Lamborghini. Sa makinë e bukur. Cila është dëgjojmë pak. makina jote preferuar? Kjo makina. Kjo makina makina është, e sa e kuqe. bukur është. Do t'i bëjmë një xhiro Pimbit me Pumbit. Pa tjetër. Po. Do na marrësh dhe ne? E, Faleminderit, po kaq faleminderit. të mirë jeni ju sa t'ju bëja Adori xhiro? Janë të mira ata Adori? Po na Pimbit ka e shok Pumbit? ai. Po, Po, janë të Vetëm Pimbi. Faleminderit. Pimbin. unë Pimbin, nuk e kuptoj, seriozisht nuk arrit të kuptoj se si fëmijët impresionohen aq shumë nga Pimbi, sa ata e dinë që Pimbi është arushi për tac dhe përsëri e duan. Jo, jam i bukur, i zgjuar, i mirë. Jo, I gënjej. Sepse në fund të saltosur. fundit ai bën aq shumë rëmuj sa ajo u merr Po. mendjen të gjithë fëmijëve. Adori, Të dy janë shumë të mirë. tani më thuaj pak. Kalamaja, do ta dëgjojmë Adorin? Adori ju dëgjoj të gjithëve ju Po. me radhë, prandaj do ta dëgjojmë dhe ne Adorin. Ador, më thuaj pak të lutem. Te kopshti apo te shtëpia luan më shumë me makinën? Po, me shpinë laj shumë. Me makinën. Po. Ke shok tek shtëpia? Te lagja ose te pallati Po. ke shok? Po më shumë. Cili shok ke? Si e ka emrin? Jo, Eli dhe Atea. I kemi sa dhe lagje? O Adori, ajo është me telekomanda apo është shumë e të shtyrë? Si është kjo me komanda apo me të shtyrë? Eli me komandë. Me O, telekomandë. sa Po më bukur. shprishur. Ta Është prishur telekomanda, tani vetëm e bën kështu gëzhgëzh. Po. Në rregull, shumë mirë. Përsëri Më është thuaj më e pak, bukur. sa lodra ke te shtëpia jote ti? Shumë. Shumë. Po mirë, i ndan lodrat me shokët? Unë i daj edhe me motrën edhe me shokut. O, sa lumtë. bukur. Shumë mirë. Më bëhet shumë qefi Adori. Faleminderit që ke sjell makinën tënde të preferuar. Dhe tani kam një që s'po duron fare. Po kur them fare. Ti me ti sy bukur aje. Ngriu pak në kam të lutem. Tani do flasim për çfarë të duash ti. Atëherë, e themi dhe një emrin ta mësojnë të gjithë fëmijët, si e ke emrin ti? Ajnika. Ajnika, Ajnika. shojmë drejt, do të mbaj kështu që të qëndrosh drejt Ajnika. Ajnika, më thuaj pak,
Cila është kukulla jote preferuar? Sirena. Po cila sirenë sa ka shumë? Sirena nuk është me bateri. Nuk është me bateri, është vetëm Është sirenë. kukull. Është kukull. Po mirë, kë ke ti thjesht një sirenë çfarë do apo sirenën Ariel? Sirenën e detit Ariel. Kemi ne sirenën Ariel? Mua më pëlqen sirena me edhe një makinë. Edhe makinë. I ndanti me shokët lodrat? Po, Po lodrat ja merr vllajt ti, ja prish vllajt makinat? jo, Je motor e mirë ti? po. A do ma tregosh mua një ratë sirenën se s'kam parë kur sirenë. Do vish herën tjetër në emision t'ja tregojmë pimbit sirenën? Sirena është me flokë me rozë. Me rozë. Dhe ka dhe Me çfarë bishti? rozë. Jo, Me ka me rozë rozë. kemi në tje Dhe kemi me të bisht, kuqe për çfarë shembull. bishti ka sirena? Sirena ka një bisht edhe vinë në ujë edhe Në Edhe ton. noton. në tonë. Noton. Të lumë. Të lumë, Wow. faleminderit. Shumë bukur. Emily, më e urta nga të gjithë. Ulemi. Sa bukur. Emily, më e urta nga të gjithë fëmijët. Me urtë se mua është. Po ti, Po, patjetër që po, ku ka më të urtë se Pimbi. ty? Ah, Ku ka më të urtë se ty? Nuk ta kalon dot Kush të njeri. shan ty? ua sa kukull e bukur. Kjo është kukla me Ej, ta dëgjojmë pak. Si quhet kukulla se Esli, ti ktheu ma pak the mua? përpara. Esli, kthehemi për pak përpara, të dukemi bukur. Ja, një sekond të lutem se e ka shoqja. Si ma the emrin e kukullës ti mua bukuroshe? Kjo ka emrin Kendi. Kendi. Po nga e ke gjetur këtë emër, moj? Kush ja ka vendosur emrin? Una. Kush ta ka bërdurat Kendin ty? Mami dhe babi. Për emrin e di unë. Po, Kendi do të thot karamele. karamele Në në ose anglisht, ke po, bërë dhe kjo është tamam karamele. si karamele roza, po ja. Urdhëro. Më thuaj pak të lutem, në kopshti i bëni shumë zhurmë mësueses ju? E dëgjojmë shoqen? Dëgjoj, pse thoni jo kur mua në studio po më bëni zhurmë, apo është efekti pimbit pumbit që po bëni Po, zhurmë? sepse ata i pyesin ndërkohë që Ata i pyesin po. dhe po, s'kan faj. Në rregull. Këtë vit do të shkosh në klasë të parë apo jo? Po. Je përgatitur me shkronjat dhe me numrat? Po, Po mirë, do t'i themi një faleminderit mësuese Lidës dhe Klementinës për shkronjat që ju ka mësuar? Edhe një duar trokitja, apo jo, sepse e meritojnë. Po, bravo mësuese, ty lumt. Më thuaj pak të lutem. Cila është shkronja? Po, cila është shkronja që të ka lodhur më E shumë dëgjojmë në të shoqen? mësuar? Kë nuk e bëje dot ti. thënë. Thënë, në shkronja- rregull. Po nga numrat? Cili numër? Ajo Dhe në çfarë i kemi mësuar ajo numrin? pesa me zirumbulla koset pak. Ulemi pak. Po, do luajmë Stefania, luajmë. ulemi ta dëgjojmë shoqe. Atëherë, mirë, tham gërmën s'ka gjë Po. atëherë. Ulemi atëherë fëmi. Dhe Tani, vazhdoj. O Jonita, Po. të tregoj një histori. Qetësi, Ua, ka qetësi, pumbi një histori shumë të bukur. kthehemi përpara. Përpara se të kalojmë në Esli. kënga. Hajde forca Uli pa pumbi. këngë? Dëgjoni me vëmendje, Ktheu pak dëgjoni. përpara. Një herë një kohë, unë kisha një kukull të bukur. Ja kështu si që janë të gjitha lodrat tuaja. Po unë jam një njeri që i ndaj lodrat me shokët e shoqet e mia, kështu që vendosa ta ndaj atë lodren me Pimbin. Të Po, lumtë, të bravo. lumtë. Po Pimbi nuk e kuptoi këtë ndarjen dhe e mori e shqepi kukullën në dysh. E pashtu ndaj. A ka vepruar mirë Gjysmën unë, Pimbi, gjysmën Pimbi? ti. Sa u jo. mërzita atë ditë. Po si E ke mund ta falur, ndalim gjysmën e ke unë, falur gjysmën ti? Pimbin ti pumbi? Po sigurisht që e kam falur. Po, përderisa Unë atë jeni kam aty shok të dy. ngushtë. E po Po i mirë, qepën si për ka fëmijën. vepruar Pimbi? Ka vepruar mirë apo gabim që ka Po puti Pimbi tha se e qepi, pastaj A, e kuptoi qepi, e kuptoi gabimin. gabimin, në rregull, mirë. Jemi rikthyer pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare për të dëgjuar vjershat apo përshëndetjet që kanë fëmijët. Këta janë pak të vegjël dhe kemi pak të pamundur të bëjmë një lojë, pasi janë edhe shumë në numër, ndaj do t'ju japim hapësirën e vjershave të gjithëve apo dhe përshëndetjet që kanë. E nisim me Emilin e urtë të qetë të bukur. Emili, çau zemër dhe na thuaj çfarë ke përgatitur për sot? Kemi një vjersh apo përshëndetje? Vjersh. E themi Shojmë drejt dhe vjershën. themi vjershën.
Mami, babi edhe motra, gjysha e vëllaj, ne jetojmë në një shtëpi, plot gëzimi e lumturi, flasim, qeshin dhe punojmë njëri tjetrin e ndihmojmë, që të gjithë e një kokë, një familje ata janë. Të lumë! Bravo! Ajnika, çojmë këmbë bukur. Themi vjershën që kemi përgatitur, shojmë drejt atje. themi vjershën? Themi vjershën, forca. Si ishte vjersha? Se ti mama the vjershën që parë. Nuk e di si ka. Lule. Në qoftë se mbaj mend, lule, ja kujton ndonjë shoqe? Lule. I blefa. Do ta kujtojmë pak më vonë vjershën. E do ta themi pastaj. Apo do themi një përshëndetje. Lule, ku vem bletët të bërë mjaltët e aun. Wow, po, ishte i vjeshtë. Atëherë, Ajnika, bëjmë një përshëndetje ne, themi një përshëndetje mami, babi, Kë përshëndes ti bimbin fumbin. Vaj, mami, nana dhe mami. Edhe mami, në rregull, faleminderit. Ta thuaj si kam sirenën. Po, thoj si sirenën. Hajde. Çojmë në këmbë? Sirenën, më ble babi një sirenë me bateri. Edhe ajo ikëm vetë. Do shkojnë në plazh. Në rregull, do shkojnë në plazh, po, do lajt. Do ta marrësh në plazh besoj. Faleminderit. Vetë ajo. Po, Vet. Adori, Po bravo. është i pisuj. O, po në ta çojmë në pastër. Bie bërë, sa javë, bie bërë, tjeva thellë, sa që tam kuqimov. Sa fute Blenditin, të lumë. Dakor, ja japim dhe Antea, dhe do t'ja japim Eslit më pas. Masa këput lulen, alba shpiste gjyshi, dalë më sëngull. Lulen me rjerë për mëse këput, lulen që këput e petalet i thamë, po këput e lulen gjithë natyra qanë, pra ndaj ndale vrapin pit pak më sëngull, lulen për këdhele për mëse këput. Të lumë. Bravo. Jo, një sekundë, do kalojmë pak tek shoqja tjetër, më pas këtej do bëjmë ndryshim rare. Ulemi zemër. Tu los këmba? Po hajde, të kryet këmba. Do ta kruajmë. Vazhdojmë. Çojmi, po, Darla, çojmi. Atë të them një të kufsh. Po këtë Një të kopsit, këtë dua ti Darla. Forca Darla. Mirë, prit. Po tash do ta them. Ai nikni, kjo është flutura që përdor fjalët e bukura, që nga gjumi sytë e zezë, i thot prindërve mirë mëngjes. Shkojmë në kopësh me dëshirë, i thon gjysës ditën e mirë, kur gabon flet me gadalë, të lutem mami më fal. Bravo, Darla. Ja japim mikrofonin Stacit. Stacy, Pas teti do më jap mua. ty do ta jap. Kush ta prish ty me ty do ta jap. Kthehemi këte. Po, sigurisht që po. E rregullove këpucën, i rushe. E kroj të kem. Stacy. Dëgjojmë Stacy. Forca Stacy. Në kopësh Valbona agrinde dhe që të gjitha lodrat i kam redhur pra. Ku thun bat në gji, ku bat fut në xhep. Shokët ja kërkojnë, ajo nuk ku a jep. Ku klasht e imja, i imi aeroplani, të gjitha janë të mija, prandaj mos min ngani, bledi zemërohet, i afret plan, lodrat janë të tuat, as të mijat janë. Të lumë. Bravo. Më thoni pak. Punë e pumbit ishte që Po ju nuk kështu mirë bëni në buklat kopësh mua. për lodrat? Po ti prish. Bëni kështu si vjesha që tregove, si vajza e vjeshët, bëni kështu ju? Për lodrat qani, është e imja. Ja ben pumbi kështu. Jo, po ju jeni shumë të mirë, do shkoni në klasë të parë. Hajde Diora, forca. Lona, moj balona, ne ju bëjmë në kopsht e tona, rota perin baj në duar, ju lëzhojmë të gëdhuar, përshpëritim një përher, me ato bista sylber, fluturoni, për mbi fshatra e qytete, ju na merrni larg me vete, zemra jona bëhet flutur, dhe nga pa që djek e lundur, ne këndojmë plodazuri, sa e bukur je Shqipëri. Të lumë Diora. Bukur.
Esli, qohemi pak që të dukemi? Po. Forca Esli, themi vjeshën. Vjeshte art, as më thua qarë dhuran më sole mua. Vjeshta qesh dhe më thot të kam sjell dhurat ta plot. Api duar vogëlush, plot me frutat të timbësh, molle dardhë shtoj dhe rush. Të lumë! Stefania, është rada e Stefanias. Forca Stefania, themi drejt bukur. Quka piko. Një sekond, atë dëgjojmë Stefania me vjeshën e Quka pikut. Forca Stefania. Quka pik, të kam soke, të kamik, pik, s'pen këstu, këti s'klipa të lu, klipin unë e kam almik, sepse este sumilik, sepse a se te velo kul, ne për mullë, ne për të lu, klip, Quka pik, të si klipat molemi, Iksu kisun, pik, taj më suan, Quka pik. Të lumë Stefania. Quka piku është shoku i Shojnë pyllit të kamera tonë. drejt dhe më thuaj, vjesh apo përshëndetje? Forca Arteo. vjesh. Forca Arteo. Quka pik, të kam shoke, të kam ik, pip, shbën kështu, gëti s'klimba dru më dru. Unë krimin e kam armik, sepse ashtë shumë i lik. Se a gjefe vele kur në për lule, në për duj. Quka pik, të kam mik. I qukisum, që i bën kribat more mi. I qukisum pip, pa i më qojnë quka pik. Bravo. Ja japim Joelit mikrofonin. Joeli e nga trove sustëm? Skaj, do të hëpim. Joeli, qojmi në kam të themi vjeshën? Vjeshte artë, as më thua, qarë dhurat më sole mua. Vjeshta qesh dhe më thot, të kam si dhurat të plot. Api duar vogëlush, plot me frutat të timbush. Moll dhe dardha ftojnë me rush. Ja japim mikrofonin vajzës? Qojmi në kam e bukura. Ka një mace, ka një qe, më të mire nuk i gje, a daluajnë të dy tokë, dhe nuk zije shok me shok, unë ku nuk i ngas, maca qeni vë vinga pas, vjen një viu që se një, sule qeni e vele, mi u kokën ku e në sulet maca e vëmbe, ja në kafshë me dobi, dajnë bajmë në shtëpi. Të lumë! Bravo. Forca Ema, qojmi në këmbë Ema. Qojmë të të dukemi bukurat. Mami, babi edhe motra, gjysha dhe vëllaj, ne jetojmë në një shtëpi, plot gëzim dhe mluturi, flasim, qeshim dhe punojmë, njërin tjetrin e ndihmojmë, që të gjithë një kohë kanë një familje ata janë. Të lumë të. Ailin. Vjeshte artë, as më thua, qarë dhura Alright, në dëgjojmë sole mua, vjeshta qesh dhe më thot, të kam si dhura ta plot, api duar vogëlush, plot me frutat të timbush, mollë dardha ftojnë dhe rush. Të lumë të goja, bravo! Na kënaqën dhe tërë këto Kënaqën vjesha. vërtet. Asnjë grup që ka ardhur nuk ka thënë kaq shumë Po, vjesha, ti- do të biles 14 të fëmijë, gjitha 14 vjesha, vjesha, po. të gjitha vjesha, bravo qoftë. Po prallat. Adori e tha, Adori? E tha? E tha? Po e tha Adori mirë. vjeshët. Ju pëlqejnë për rallat ju? Jo, pse me Adora? Mua më pëlqen shumë. Ju pëlqejnë t'ju a tregojnë apo ti dëgjoni vetë? Ti dëgjoni themi vetë, sekret, po, ju ti themi dëgjoni, jo ti sekret. lexojnë. Adora. Mua më pëlqejnë prallat vetëm kur i thot nëna Mona. Po pra. Po. Kur janë nga nëna, marrë një libër me pule dhe... Po Marrë me një librin libër me me pulat. pule. Po si është ky libri me pula, ma trego pak. Një sekond. Ktheu pak ande përpara, ma trego pak të librin me pula. Si është ky libri me pula? Ku është që erdhi një kal dhe do dilnin të dy. Sa Po, bukur, në rregull. shumë bukur. Do t'i themi nëna Monës ta mbajmë shënim këtë prall që ta u lexoj të Na i gjithë fëmijëve. tregoj, po. Edhe pastaj do ta ndjeki. E kujtove vjeshën? Se kujtove vjeshën, dakor, ta them vjeshën se kujtova. Mirë, do ta kujtojmë pastaj. Pas emisionit do ta kujtojmë të dyja. Atëherë, ju pëlqejnë prallat, tama? Po mirë, do t'ja plotësojmë dëshirën pumbit që ta lexojnë nëna Mona përsëri një prall të bukur për ju të gjithë. Po, dhe un po them.
Edhe ty të pëlqejnë? Po, dhe mua Po edhe ty pëlqen, po normalisht me interpretimin e Nëna Monës. Sidomos për rallat e Nëna Monës Prallat gjithmonë janë i shumë me të shumë bukura. dëshirë. Atëherë i ndjekim dhe kthehemi përsëri në studio. Mirë se ju gjeta. Me zi e prisnin prallën, kështu më këtanë ca fëmijë në rrugë, dhe ta mona me zi presim të shojmë misionin e fëmijëve, me zi presim të dëgjojmë dhe prallën. Shpresoj, t'ju kem treguar prallat të bukura, prallat do me thënëse, me mesazhe të qarta, me detyra që ju takojnë juve të vegjëlve. Atere, pa unë burko, po filloj të tregoj prallën. Dredhit e Mici Pulit. I thiri mbreti Gugullaq të 100 djehtarët nga ishin e nga sishin në mbretërinë e tij dhe u tha: ju e keni marrë vesh se një farë Pici Muli gishta, si që i thonë, më ka turpëruar disa herë dhe s'kam sy e faqe të dalë të dera. Dua të marr hak dhe ta bëj atë njeri sa një gisht të mos e lajnë as në men detet oqeanet e botës. Morët vesh se shtashë. Morëm, thoni, dhe mbylleni. Prandaj, nisuni tani, mendoni gjithë ditën e gjithë natën, shtrydhni trutë mire dhe nesër në këtë orë të më thoni ç'duhet të bëj, ç'duhet t'i them e ç'duhet të kërkoj. Morët vesh apo jo? Morëm, thoni, dhe qepeni. O ba, i gishtoja i vogël të ma hedhë mua. Rrugëtuan djetarët mjekrosh, si kush në shtëpinë e vetë, dhe zvu në gjumë në sy për të gjetur atë që kërkonte mbreti. Në mëngjes i kishin sytë e fryra si të lumbat, se nga të menduarit e nga pagjumësia, dhe ishin të telekosur, si kur të mos kishin ngren, e të mos kishin pirë ujë për një vit të tërë, aq ishin lodhur, dhe nga dreka shkuan në pallat dhe i gjetën mbretin duke bërë lëvizje poshtë e lartë, duke parë e duke folur me vete. Ha, u ba, ai të ma hedhë mua. Sa i pa djetarët, u tha: hama, gjetët gjë. 97 mjekroshë heshtën se s'kishin gjetur gjë prej gjëje. Nga frika kishin harruar dhe të flisnin dhe më të kërcisnin. Mbreti u hodh për pjetë si pleshti nga inati dhe po të mos kishin folur 3 djetarët e tjera, do t'i kishte varur të gjithë prej gjuhe. 3 djetarët, pasi e djersitën mirë mendjen, dolën para mbretit dhe me buzët që u dridheshin thanë: gjeta madhëri. Pa më thoni, ç'keni gjetur? Dhe ata i treguan njeri pas tjetrit. Ti thoni gishtos të vi nesër te madhëria juaj pa ecur. Tha i pari: më të lumtë, e përgëzoi mbreti. Po të mos eci, s'kal si lëviz nga vendi, dhe po nuk lëvizi, nuk vjet dot tek unë. Sa bukur që të pas ka shkuar mendja. Ti thoni Pici Mulit që nesër ti përshëndes pa hapur gojën. Thuaj dhe njerëzës të mora vesh, i tha mbreti. Ti thoni Pici Mulit që nesër t'ju përshëndes pa hapur gojën. Tha djetari dytë. Të lumtë edhe ty, e përgëzoi mbreti. A mund të flitet pa hapur gojën? Edhe ti ke qëlluar në shenjë. I treti i tha mbretit: i thoni kacamistrit që nesër t'ju jap një dhurat, e cila të mos jetë dhurat. Më të lumë të goja, o mjekër cjap, e përgëzoi mbreti. Ku ka dhurat, po s'qe dhurat? Sa mire keni gjetur. Tani të më shikoj mua a i gishtoja Pici Muli, kacamistri, asi i thonë. 100 djetarve ju ikë frika.
Mbreti dërgoi e thiri gishton. Dhe ai erdhi, sa ta hapësh, edhe të mbyllësh sytë. Ua, po si ardhi ai, do mendojeni juve. Ha, gjeni si erdhi. Wow, Nesër, në orën 10, i tha mbreti plot mburje, të më vish këtu, kështu, e jo ashtu. Të më përshëndesësh kështu, e jo ashtu. Të më japësh një dhurat kështu, e jo ashtu. Po nuk i bere të treja këto, të pretë së pata e gjelatit. Shkoi Picimulli, pa folur fare, ndërsa mbreti me djetarët, si lavdraqe që ishin, fërkuan duar dhe mjekrën, që e zunë ngusht të gishton, i cili ishte sa një gisht. Të nesërmen, në orën 10 pa 5 minuta, mbreti mori nusen, princat e obortarët dhe të 100.000 kroshët dollën në obor të prisnin Picimullin, gishton. Në 10 pa 1 minut, gishtoja u pa të vinte duke ngarë lingthi një vesh gjatë. Kur u afrua, ndaloi pranë mbretit dhe i tha, dëshirën e parë ja u plotsova. Nuk erdha duke ecur me këmbët e mia, po këmbët e buzgjatit bën punën e vetë. Mbreti kafshoi gjuhën dhe thiri, ashtu tani do më përshëndesësh pa folur fare. Picimulli, gishtoja, zbriti nga gomari, u përkulgjer në tokë para mbretit, pa e hapur gojen. Edhe dëshirën e dytë, më duket se ja u plotsova shkëlqësi, tha njeriu sa një gisht. Mbreti po hante veten me dhëmbë dhe i bëri buzët gjak. Ma jep dhuratën që nuk është dhurat, tha ai. Tani nuk më shpëton dot o gishtëza, të erdhi fundi. Gishtëza mori një kafas që i kishte varur në samar të gomarit dhe ja zgjati mbretit. Mbretit i vezulluan syt kur pa një pëllumb larash brenda në kafas dhe thiri, të kapa më në fund të gishto, e treta, e vërteta, kjo është një dhuratë shumë e bukur, pëllumbi që po më jep, s'ka të mos jetë të dhuratë, gjelat, eja pria kokën këti. Mos u nxitoni shkëlqësia juaj, i tha Picimulli gishtoja, dhe i arrasi në dorë kafazin. Qesh ai që qeshi fundit, dhe në qast hapi derën e vogël prej telash të kuvlis, larashi rahu krah nga gëzimi dhe u ngjit lart në qiell. Mbreti u përplas në tokë dhe u shtrisa gjatë gjerë. Princa dhe obortarët e rrethuan dhe po e tunin që të vinte në vete. Ndërsa mjekroshët, edhe pse ishin pleq 100 vjeçar, vu në këmbët e lepurit dhe u bëner. Ata ikën dhe se kthenin kokën prapa, se kur të vinte në vete mbreti, me siguri do t'i varte nga gjua. Pasi, gishtoja, Micipulli i kishte turpruar 1 herë më shumë se sa më parë mbretin. Ju pëlqeu pralla? Mbaroj dhe për sot. Pralla ishte shumë e bukur. Të jemi të mençur. Të mendojmë shumë për çdo veprim që të bëjmë. Jo të kërkojmë gjëra të pamundura, por dhe në qoftë se i kërkojmë ato, duhet të gjejmë një mënyrë dhe një zgjidhje. Kjo është
mençuria e popullit. Prandaj, tregoni gjithnjë të mençur, të turuar, të vendosur në veprimet që kryeni. Mbaroj dhe për sot prallëza jonë. Miru pafshim. Pas interpretimit të Nëna Monës, ne kemi ardhur në fund të emisionit dhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që keni qenë pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Dua të falenderoj mësuese Lidën dhe Klementinën për ardhjen e fëmijëve sot në emision. Faleminderit fëmijë, shumë të mirë, u kënaqët ju? Më kënaqet shumë me vjersha, kujtove vjersha? Jo, në rregull, dakor, do ta kujtojmë. Ka dhe nga këto, janë fëmijë të vegjël, duhet i kuptojmë. Faleminderit Tea, faleminderit Pimbi Pumbi. Faleminderit Pimbi Pumbi. Dua t'ju kujtoj edhe një herë të gjithë ju që doni të bëheni pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, mundet të kontaktoni në numrin e telefonit 069 31 71 676 ose të shkruani në inboxin e RTS Korçës dhe ne do t'ju kthejmë përgjigje menjëherë. Gjithashtu dua të falenderoj butik Natalia e Ailinana që si gjithmonë sponsorizon veshjen time çdo të shtunë në këtë emision. Shumë faleminderit e dashur, sot jam me gjitha pranvesh. Fal teje. E gjeni si gjithmonë tek Bulevard Republika. Do t'japim një mirupafshim të gjithëve tani ne? Mirupafshim dhe takojmë të shtunën e tjetër. Shtunën e ardhshme.